Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, çdo grua duhet të marrë këto vitamina, ja mosha që duhet i konsumoj urgjent. Gratë dhe vajza duhet të tregojnë kujdes për ushqyesit e nevojshëm në çdo fazë të jetës së tyre. Nevojat për vitamina dhe minerale varen pikërisht nga këto faza të ndryshme të jetës. Këto nevoja për vitamina dhe minerale fillojnë që në rini dhe gjatë gjithë jetës, pra para dhe pas menopauzës. Në këtë video ju do të mësoni për suplementet më të rëndësishëm që çdo grua dhe vajzë duhet që të marrë çdo ditë për një funksion sa më të mirë të organizmit. Acidi folik. Acidi folik është elbësor për shëndetin e një gruaje. Kjo vitaminë e kompleksit B ndihmon në formimin e qelizave më të reja, gjë e cila kërkon një ritëm më të shpejtë gjatë shtatzanisë. Acidi folik shmang defektet e fetusit dhe njëkohësisht është i domosdoshëm për rritjen dhe për zhvillimin e tij. Një grua ka nevojë për 400 mikrogram acid folik në ditë. Gratë shtatzëna ka nevojë për deri në 600 mikrogram acid folik në ditë. Vitamina D. Me kalimin e moshës, gruaja përballet me ndryshime hormonale, por edhe me një shëndet më të dobët të kockave. Gratë gjithashtu janë më të rrezikuara nga osteoporoza edhe nga frakturat. Për pasojë, ato kanë nevojë për vitaminë D, e cila ndihmon në përthitjen e kalciumit. Doza ditore e rekomanduar e vitaminës D është 600 njësi në ditë ose thëndryshe 15 mikrogram. Nga ana tjetër, vitamina C është ajo e cila ndihmon pikërisht në përthitjen e kolagjenit dhe që e mban lëkurën tuaj njëkohësisht të shëndetshme, por edhe elastike. Vitamina C lufton radikalet e lira të cilat dëmtojnë shëndetin e lëkurës dhe njëkohësisht qelizat e këqija në të gjithë trupin tuaj. Një grua ose një vajzë ka nevojë për 75 miligram vitaminë C në ditë. Gratë në shtatzani thonë se sasia e kësaj vitamine rritet deri në 85 miligram, ndërsa për nënat të cilat janë lëhon nevojiten deri në 120 miligram në ditë. Duhan pirësit ka nevojë për një dozë shtesë prej 35 miligramësh nga sasia e përmendur. Vitamina B12. Kjo vitaminë duhet marrë çdo ditë. Ajo e gjallëron metabolizmin, mbron gjithashtu qelizat e trurit tuaj, krijon nga ana tjetër hormone dhe rruaza të kuqe të gjakut. Kjo vitaminë gjendet edhe në burimet shtazore. Një grua ka nevojë për 2.4 mikrogram vitaminë B12 në ditë, ndërsa ajo shtatzën ka nevojë për 2.6 mikrogram vitaminë në ditë. Mendojini vitamina dhe lëndët ushqyese si një ushtri e cila mund të luftojë sëmundjet e lidhura me moshën. Mënyra më e mirë për të krijuar këtë ushtri është që ju të ushqeheni me një dietë sa më të pasur dhe të shëndetshme. Është njëkohësisht tepër e rëndësishme të ushqeheni mirë në çdo moshë. Megjithatë, pas të 40-tave është shumë e rëndësishme, pasi edhe në këtë moment fillojnë të ndryshojnë rregullat. Trupi juaj nuk funksionon më në mënyrën e njëjtë në moshën plus 40 siç ka funksionuar në të 20-tat. Masa muskulare fillon edhe të tkurret. Ka më shumë mundësi që ju të shtoni në peshë dhe gjithashtu mund të hyni së shpejti në fazën e menopauzës dhe rrezikut për sëmundjet e këqija. Sëmundjet e zemrës dhe diabeti gjithashtu fillon edhe rritet. Një zgjidhje për të përballuar më së miri këto rreziqe është që ju të merrni mjaftueshëm vitamina dhe lëndë ushqyese
duke ngrënë njëkohësisht shëndetshëm, por edhe në disa raste duke marrë suplemente, duke qenë se ato do të absorbohen mjaft mirë, ja cilat janë disa nga vitaminat dhe lëndët ushqyese që ju do t'ju nevojiten pas të 40-tave. Vitamina B12. Sa po të mbushni 40 vjeç dhe patjetër pas të 50-tave, vitaminën B12 duhet që ta keni primare. Është shumë e rëndësishme për qarkullimin e gjakut dhe funksionimin e trurit. Fëmijët dhe të rinjt mund ta marrin vitaminën B12 nga ushqimet. Ajo gjendet tek produkte shtazore si mishi, peshku, mishi i pulës, bulmeti dhe vezët. Me plakjen e trupit fillon dhe vështirësohet absorbimi i vitaminës B12, sidomos pas të 50-tave kur edhe nivelet e acidit në trup fillojnë të shtërohen. Pas moshës 40 vjeç, para se ju të mbushni 50 vjeç, është mirë që të merrni vitaminën B12 nga suplementet ose multivitaminat. Përpiquni gjithmonë të merrni 2.4 mg në ditë, edhe nëse merrni më shumë, mos u shqetësoni. Kalcium. Edhe pse mendohet se kockat absorbojnë pjesën më të madhe të kalciumit në vitet e para të jetës, zakonisht para moshës 30 vjeç, kjo lëndë ushqyese luan një rol tepër të rëndësishme në mbrojtjen e kockave me rritjen e moshës. Kalciumi gjithashtu nevojitet për funksione të tjera bazike në trup si kontraktimi i muskujve, funksioni i nervave dhe zemrës dhe reaksione të tjera biokimike. Nëse nuk po merrni mjaftueshëm kalcium nga dieta, trupi e merr kalciumin nga kockat, prandaj fillojnë dhe të dobësohen. Për ta mbyllur, ju duhet kalciumi pas moshës 40 vjeç, megjithatë nuk duhet që ta teproni me të, sepse jo vetëm që nuk do t'ju jap asnjë përfitim, por mund t'ju shkaktoj edhe probleme shëndetësore. Vitamina D. Vitamina D është mjaft e rëndësishme për shëndetin tuaj, pasi parandalon probleme të cilat lidhen pikërisht me moshën. Mungesa e vitaminës D është gjithashtu shumë e rëndësishme, pasi lidhet me diabetin, sëmundjet e zemrës dhe njëkohësisht sklerozën e shumfisht dhe sëmundjet e gjirit, si edhe ato të zorrës së trashë. Sipas ekspertëve, vitamina D është e rëndësishme për absorbimin e kalciumit në trup. Disa nga burimet ushqimore të vitaminës D janë peshku, bulmeti, dritrat. Megjithatë, është më i vështirë absorbimi i vitaminës D që merret nga ushqimi. Dielli është burimi më i mirë i kësaj vitamine. Magnez. Funksioni kryesor i magnezit është të ndihmojë në rregullimin e tensionit të gjakut, diçka shumë e rëndësishme kjo për gratë mbi 40 vjeç, të cilat janë tashmë në rrezik për tension të lartë të gjakut për shkak të moshës. Mungesa në magnez lidhet me sëmundjet e zemrës, diabetin dhe me inflamacionin. Magnezi gjithashtu luan një rol tepër të rëndësishëm në absorbimin e muskujve, si edhe në funksionimin e nervave, zemrës, si edhe mbajtjen nën kontroll të glukozës në gjak. Nëse konsumoni një dietë të shëndetshme dhe të balancuar, mund të merrni dozën e nevojshme të magnezit 320 mg në ditë për gratë mbi 40 vjeç nga ushqimet ku gjendet tek perimet e gjelbra, bishtajore, produktet e sojës dhe të tjerë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtatet rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!